Kjo është shumë e rëndësishme, shumë e pritën prej shumë vitesh, domethënë e na bën pak edhe si të bezdis shumë derë në derë, po kjo do të nikoj 100% për mirë. Ka kanë domosdoshme, rruga e degradume, krejtësisht e degradume. Gjej rastin emën ton banorëve këtu, edhe në emën ton operatorëve turistik që operojnë në këtë zonë. Gjej rastin të falenderoj kryeministin, qeverinë shqiptare, zotin Kristian Shkreli, që është mundu me gjitha forcat për me u realizu kjo ëndër e shumë pritën prej shumë vitesh. Ato do të ketë një ndikim shumë të madh, ndryshim 100%. Sa herë vinë turistat tu na pyesin a ka një rrugë tjetër për mu kthy. Na i thojmë që me thane, e bëjmë pak qesharakë dhe i thojmë vetëm për hava. Për ne të rinj, sidomos këtu që jena prej komunit, është shumë rëndësishme sepse na bën që ne mu kthy halat e vendit jonë, edhe me pse jo me investu edhe për këtë vend, se në fund ditës ne jena prej këtij vendi dhe nuk do të me elan. Edhe me thonë drejtën, unë për veten time, unë mas shumë vitesh du me pa këtë vend, domethënë me shumë investimet të reja, me shumë gjana të mira, edhe pse jo minimu edhe prin tonë këto edhe mu kthy prapë. Ne shumë kënaqur për kësaj rrugët, me fjalë fryma e frymëzimi me ndaj koman është rruga. Që aty fillon sezon. Unë jam kthy për emigrimit, e mundu me hap i biznes, po pengesa më e madhe ka qenë rruga. Ka qenë kërkesë e kaheshme, po desh ka ardhur kena ardhur të krijuar besimin tonë që një premtim i dhanë, po bëhet edhe realitet. Pra ky është, me fjalë, është 2 herë frymëzim, edhe po na bëhet rruga, po ne edhe i kënaqësi më të madhe që edhe premtimet që po dheshin, po bëhen realitet. E qyshit është bile e ka dhënë atë impaktin e vet atë zhvillimin, me fjalë që unë tanë shokë e njerëz mis si kam me kushit, me fjalë qysh se ka fillu rruga, kanë marrë një interes me ardhë me investu, me punu. Pra frymi e qelsi i kësaj zone është rruga Komanit. Unë jam Pashka Ndreu, infermieren qendër shtetësore Koman, muloj edhe urgjencat e gjithë zonës që është nalt, plus që në sezonin veror kena një fluks të madh prej turistëve, mulojmë edhe ato. Kena pas shumë vështirësi me përcjelljen e të smurëve deri në spitalin e Shkodrës, edhe shpeshherë i kena përcjell edhe me makinat tona derisa jena taku me ambulancën, se ka qenë shumë e vështirë transporti i tyne. Me hapjen e rrugës, ju na keni fal jetë. Them drejtën, gjitha kanë problem, kanë pas problem rrugën, gjithë kanë përfitu prej kësaj rruge, por më shumë sa s'kush besoj se shnetësia, se kena të bëjmë me jetën e njerëzve. Të fillu prej të fëmijët e vegjël drejt e moshat e treta, lloj të smursh. Tu kanë se na jena lloj zonë malore, edhe është shumë larg prej qytetit, edhe njëm vedin si në vështërsi, kur nuk i kena njëmen ashtu si e dona. Me këtë rrugë, ka kënë një bekim për ne, se unë, kur e kam transportu të smurin, po thana për 2 orë sa, shkurtohet gjysa e kohës dhe merr njëmen në kohën e duhun, dhe gjithçka hecë smar. Ju falënderojmë dhe ju jena shumë mirënjohës, shumë mirënjohës për këtë dhuratë të bukur që ja keni dhënë kësaj zone, se pa rrugë nuk ka jetë.